Një grup kriminal me rrezikshmëri të lartë shoqërore është goditur nga policia e Vlorës, ndërsa janë arrestuar drejtuesi dhe anëtarët. Grupi që vepronte në Vlorë Fier është goditur mbrëmjen e së hënës në fshatin Vranisht, ku siç duket nga pamjet, policia rrethon lokalin ku ndodheshin 6 anëtar të grupit dhe i arreston në flagrancë. Mes të arrestuarve është edhe Turi Aligjoni, 55 vjeç, autori i plagosjes me armë zjarri të 27 vjeçarit Kevi Lazaj, ngjarje ndodhur 2 ditë më parë në Çole të Vlorës. Ilir Dula, ose Aleksandër Dula, ka rënë në pranga po ashtu, teksa rezulton i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia, pasi gjykata e apelit Lecce në 2024 në ka dënuar me 6 vjet e 8 muaj burgim për veprat penale, trafikimi lëndëve narkotike dhe pjesëmarrja në organizat kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Grupi ushtronte aktivitet kriminal në fushën e krimeve kundër personit dhe në fushën e narkotikëve. Gjatë operacionit u sekuestruan 4 armë zjarri, pistoleta të markave Glock, Sig Sauer dhe Canik, municion luftarak, 7 celular, 1.850 euro dhe 3 automjete, 2 prej tyre me targa të huaja dhe njëri prej tyre i blinduar. Nga hetimet rezultoi se njëri nga automjetet e sekuestruara, tip BMW X5, ishte përdorur nga Turi Aligjoni për t'u larguar nga vendi i ngjarjes pas plagosjes së 2 ditëve më parë.